Gruaja është një krijesë që e ka falë Zoti, me kriju familje, edhe duhet me luajtë rolin e grusë. Burë s'mundet më bo. Ndaç me kone lumtur. S'mundet. Se Zoti nuk gabon, e dim pse ka qitë femnën, e dim pse ka qitë mashullin. Femnën e kalon ma mendilet kikon me qitë kajde, e kalon me probleme, menstruacione, me kriju familje, nuk mundet më konë barabat. Aj që do më bo, se s'mundet së është femën. Po për që ata ka shkatrim të familjes. Barazia duhet me kuptu që është barazi. Gjdo firm, rendin që e ka fatë Zoti. Gjdo firm që ekziston, gjdo fabrik, është rendi. E familje është institucioni ma i naltë. Femna duhet me japë shambun familje që duhet me ndëgju. Ka dush që o qiken ka me kryu një familje të mirë. Djalin ka mu bo, ose shef ose punëtor, po ka me ditë vendin e vetë. Se ngritë zoni, kërështë ta zoni, sa zoni. Me ditë vendin e vetë në shoqënin, familje, zeshtë ka. Cili është vendi i saj si pasion? është me rujtë familjen e vetë. Po familje është primare për Zoti, Zoti s'ka gabu që ka qitë femnën në mashullin. Tona, kur si vim familje, së dhujnë as ty si shoqe, as kërkujna. Karriera pa familje, së vim karriera. Kryetare shtetit pa burë s'ka vlerë. Burja që të vlerën. Është shkatrim total i njerëzve që se dojnë familjen. Shumica, jonë që si organizata e qeveritare, që kanë qëllime me shkatru familjen si institucion. Para shkatrimit familjes, këtë mbretërit e botës i kanë shkatru, barazimi është zban, 2 vetë më konë 3 vetë me dash diku me udheq, njoni duhet me ditë ma mirë, më udheq. Edhe duhet me ja primatin. Për para, ja kanë rritë primatin burit, kanë thonë po vjen baba. Edhe e ka qmu burin edhe e ka dasht. Kur e degradon burin, atër s'ka vleft. E njejta me shku me punu diku, duhet me ndigu gjithkon. Pse? Po është i vinë menstruacionet, në falë se i edhe menstruacionet e president, së është barabar se burin, po mundet me dit, po Zoti i ka gradu njështë edhe i kalon se cilin me kod. Femnën e kalon femën, ma vlerë ka kur e runë rolin e grus, nones, nuses, lumëturia që aty, krejt, pse s'ka lumëturi, pse fmit po bojmë vrasja, si s'ka rend familjar, e gjithë ka lypet rendi, në shtet, në firmë, më konë doktor, së stomatologëm, më konë doktor në farë firme, edhe më kësi në spital faktisht, o shefi repartit, 80 vjetë mi pas duhet me ligu shefin repartit, jeta është regull, pa regull, gjithë ka Zoti i ka bo me regull, që temën e ka bo me regull, ndi gjëni, femnat jonë të shkatru, kjo është kundë femnës, gruja, duhet ju të shkatru familjen, s'ka lumëturi, se thëjnë s'du më konë robë, njeri është robë i Zotit, se ki mbështetje, me ta marrë këtë familjen, mbështetjen më të madhe gjunë të Zotit, Zotë ka lëma. Mbas të asaj, robë i një femën me pas dashnore, je robë i sej ose robë i tina. Edhe robë i burit për me shku familja regull, me ditë ku je ka joshtë. Po meren me barazi. Zman më barazu se gruja është ma mendelet, ma gabimtare, ja ka jep Zoti do virtyte me gabu. I ka jep mundësin me pas mardhajnë me markushe disa mashkuj, që s'mundet mashkulli, po mbas asaj është e dëshprume, ja ka jep virtytit burit, a e mundet më bu prostitut, po grua dikujna shumë vështire ka. Afton, e burit ja ka jep virtytin, kur kush ti s'mundesh me thonë gjoma një bur, as si thush. Ku është barabat? As për qiken, as për veti. Po s'mundet me gjojtë qas letë. Pse s'mundet, së shtirë. Shtirë është gruja gjonë, po nëse... është edhe gruja burri, s'mundet me gjithë gru. O, në dëgjom, është normal, Zoti i kalon që ato virtyte. Kanë vetë Hazreti Muhameti, në bënë më të lutë ty si fshi lutë në Jezusit. Me dasht, me mujtë e kisha bo gruja burit, mi u bo si Zotë. Se japonest kanë regull, këtë botë kanë pas regull, po i kanë prishit rëndi familjar. Burin e këshu si Zotë, se Zoti s'ka gabu që i ka qenë burin e grunë. Edhe për me rujtë familjen, duhet me pas rend, duhet me respektu burin, si kryetarin, si shtetin, si gjithka. Tash, mos pëlqef, mos jeto, po s'ka më kone ratu me kur. Mjafton gruja me qenë në robi Zotit, pëse do të me qenë në robi burit? Po për hirtë familjes, me rujtë familjen, se ku do që të punon është robi punës. Jash më konë zvicës mund e me donë më pëshur, po më pështurin, më shprej ashtu, se është robi punës. Robi familjes më konë i luntën duhet me ja përgjithsi. Nështruas shefit, nëse nuk do... Jo, s'ka që skiqare për nështru se qëtë pi punës. Buri nuk mundet me ta e me ditjen, nervëzot pi bon dhunë.
Femna, qëre, gruja, fëmija, populli. Jo një kategori, mos i komandovsh kam i komandu dreshi. Se jo në ma mendje letë. Gabojnë, nuk din që gabojnë, ndigjo. Ka dhe burra që janë mendje letë. Jo, veç në përgjithësi, statistikve, so ka burra jo mendje letë. Po idiota e qka dush, po aje gjonë idioten. Apëton, ajo që i donë familjen, nëse se komandon, fëmija gjëherë që të kajde, populli gjëherë që të kajde. Apëton, edhe gruja gjëherë që të kajde. Bjerë ma këto se, është kategorije t'ilë. E për shkak që asajna, ta që jënë të udheqë botën, jënë të punu me qëtë kategori mendje letë. Apëton, se din femna së është mendje letë. O gruja jam unë e kom dër kontrol, jep me mirësie muj, nëse gjonë ma mirë të nënë. Sikur çdo film. Nën kontrol. Nën kontrol dashnis me mirësi, pe kuptan. E nëse ajo den ma shumë se sa që e ka, atëherë për vete e ka. Ashtë li, se kom gale. Për që ata është islami, mas partë e këshillon, dytë në herë e lërgon për ishtratit, tretë në herë thojnë në rej, që shë rej se burje që të grunë. Nëse e merë një person, më stanin që më i kanaqagji e ka gradën burë, e merë do qiken e kom doktoresh. Nëse ndahet, a i shkon shpi për shpia ka nuse e gjonë. Ska lidhe është kanaqagjia, po qka është burë. Mundesh me marë fa stomatologi, po mos më kom burë. Aj, malet e ka mu maltu. Kjo veç mundet më kom. Ka malet më martu për herë dytë? Jo, për dytë, trete, katër. Ki plët ma fshire ka. Veç mundet më bo një prostitut. Se të dikush a më të përvej. Ku ka bashkjetes. Bashkjetes është ajo hajgaralok. Qenë nuk bashkjetoj. Së është në regull, se qëre, është problemi njeriu, kur kush s'ka ditë para se më bo doktor që ka më bo doktor, e vetë dikon shkot mes me zdim. Po, qato që t'japet është riski vetë duje, knaqë me qatë punë, me qatë profesion. Qatë burë, 3-4 karakteristika që janë një knaqë me to. Se është një jetë kuran, së në fetar, po besimtar. Qysh vepron asë jetin gjana. Thot ti Muhammed, ose ti Jezus, kush do koft, nuk jaj që uzon njëzit në rrugë drejt. Zoti është, fëmin tonë së mundesh me ndru. Pa dash Zoti, pa ju ardhve. E gjoni burë, 3-4 karakteristika, mos prit më ndru, se veç luft ki me pas. Se cilë njerë është me kod, se cilë ndryshe. Për që ta unë me tonë shoke që e mirë, me familje që e mirë, ja di kodin. Me grun dhe diku hi, ma shumë hi, e di që mundet me gabu, më shtin mu fjallues me vllazën, se japi shansë. Se se asë shti, a kuptan, e shtin mu, nuk din mu nga, gratë jonë ma gabimtar, dhe tot kushka, mundet mu konë kryetar e shtetit, është ma mendjelet, zhërë që të kajde. Ta kishëm të, desa se kupton familje, jo, ka shumica se ja donë, shumica e femnave, kur të martohen, nuk ja donë dë vetë, nëse unë e ty, po, përgjithsi, jo ndizëm, nëse unë e ti jemi një shok, nuk ja zgas dorën shokut tonë, as ty nuk qmaj. Një gru që së të donë rrethin ma të ngusht, nuk është gru. 99%, jo që jasi, po jonë budalica që gabojnë, nuk e afrën, a i ka burë që i toleronë, dasha e re, po vjen një moment kër vjen fundi edhe ndahen. A uptan, e tash që kjo është e vërteta, që është ju shkatru familje. Ka barazim, Zoti se ka falë. Zoti e që dikon matë meqem, si stomatologium, nëse e gjoj matë mirë, i thonë faliminderit, Zoti që ma qitë matë mirë. Po buri si buri arrit vleftën femnës, e runë familjen. Ti duesh me jap shembull fëmisë edhe çikes çysh ndëgjohet. Ço ku dush ka mu të rahatu. Dëgjon ju gruan çka do që ajo kërkon ose jo, çka do. Çka do? Çka do që ajo kërkon me dëgju? Çfarë ajo me dëgju? Hajde, desh me afut çati palidhi. Ja bu çefin, gru. Çefin ja bëj në mëre, çfarë bë kërku 7 fëmijë ku bë? 52 çika. Çet film marrveshje sipas mundësive çka kem. Me to ju mdojnë që ka ma përpa... Jo, me dalje, me shetit, me grunë. Mali si ja kam bo 8 fëmija. Shtat, si ja kam bo. Zoti ka dosh, anë ide, që përdojnë ti, që përdojnë masu. Po s'ka lidhe qefi, së është veç mardhanje. Qefi është me dëshirë gjeshkafi, mirë po buri duhet të ta dim vlerën, se gjithka e ka vlerën e vetë shefi.